Nëse doni flokë të gjatë, provoni këtë recetë. Piepri është ndër frutat më të shijshëm dhe më të shëndetshëm për të konsumuar gjatë ditëve të verës. Nëse vuani nga rënja e flokëve dhe mosrritja, piepri duhet të jetë pjesë patjetër e listës së frutave që duhet të blini. Ai është i dobishëm për rritjen dhe mbajtjen e tyre sa më të shëndetshme. Konsiderohet një mineral i falë përmbajtjes së lartë të vitaminave dhe mineraleve. Për të përfituar sa më shumë nga vlerat ushqyese të këtij fruti, preferohet të konsumohet brenda muajve prill-gusht, që njihet edhe si sezoni i tij. Shumë njerëz vuajnë nga rënja e flokut dhe përdorin receta dhe metoda të ndryshme në parandalimin e tyre. Mungesa e vitaminës B është përgjegjëse për shkaktimin e humbjes të flokut. Mjekët këshillojnë pieprin që është i pasur me vitaminën B, si acidi folik e të tjera, të cilat ndihmojnë në parandalimin e rënies së flokut, citon dhe Elsaj. Shëndeti i flokut varet edhe nga volumi që jepni atyre, mënyrën se si e mbani e mbroni dhe nga ushqyesit e tjerë që konsumoni për organizmin.